Çka të ndodh me rinin ton, kur të rinjët marëm i përdorin pasojë e kujt është, e prindve, rrethit, e internetit, e kujt? Ekzistojnë shumë faktorë ditë. Shumë faktorë ekzistojnë çaj përket pse po na ndodhin këto vrasje, duke filluar pra nga familja. Fatkeqësisht tek ne po ka shumë familje, kemi diskutuar shumë shpesh e ditë në këtë së bashku, ka shumë familje jo funksionale, ku dhuna neglizhimi është i pranishëm vazhdimisht qysh në fëmijërinë e hershme, dhe këta persona janë të predestinuar pra që të bëhen persona problematik, edhe pse ne ende nuk i kemi dhënat e sakta me ditë arsyeën se pse ka ndodhur kjo vrasje, mirë po ne po e trajtojmë në aspektin social. Shto kësaj edhe tek ne që ka prani shumë të madhe të armëve pa leje, ne dim që armë mundesh me gjetë edhe në pazar të tjerë, nëse shkon mundesh me gjetë një person i cili mundet qash letë, Letë qashme, po. Po, shumë letë është qasje të armët pa leje. Mirë po faktorë tjerë janë edhe problemet mendore apo frustrimi një personit në moment të caktuar, pra ndoshta personi ka probleme me angst, me stres, me depresion, statusin socioekonomik ndoshta ka shumë të ulët dhe në këtë mënyrë pra dhe frustrimi është pjesë e cila mund të shtyjë një të ri që të bëj vrasje të tillë. Po ashtu ka probleme të trashëguara, ndoshta për shkak të hakmarrjes, ndoshta problemeve në shkollë, probleme në fakultet, probleme në rrugë, apo mund të ketë qenë edhe në rasti mund të jetë edhe abuzimi si fëmijë, pra në qoftë se ka përjetuar rrahje, abuzim seksual qysh në moshën e hershme dhe në adoleshencë, atëherë këta persona janë të predestinuar që të bëjnë vrasje. Mos harrojmë se dhuna, ekspozimi jashtëzakonisht i madh i dhunës ndodh edhe në rrjetet sociale, duke luajtur edhe videolojra të ndryshme si PUBG, Counter-Strike dhe gjëra të tilla, kjo mund ta shtyjë edhe një person që të duket vetë që është më i mirë se tjetri, dhe në këtë mënyrë pra mund të arrijë në një pikë të tillë saqë ta fshot diku në të dot dhe në këtë mënyrë të hakmerret dhe ta vrasë një person. Po ashtu edhe abuzimi me lëndët narkotike mund të jetë edhe një shkaktar i cili dërgon të rinjët dhe që të kryen vrasje. Në qoftë se karaj ditë për shembull ka dhe grupe problematike, sidomos për shkolla, janë disa grupe të cilat po identifikohen këtu tek ne si grupe si gangster 3, pra si shej identifikuese po e kanë për prejnë vetullën, dhe në këtë mënyrë pra ata e identifikojnë njëri tjetrin si pjesëtar të një grupi të caktuar. Si duhet veprojmë? Ne duhet t'i kushtojmë vëmendje shumë të madhe fëmijëve, mos t'i neglizhojmë fëmijët, mos të ndihen që janë të lanë anash, për shkak se ato e humbin edhe vetë besimin e tyre, dhe në qoftë se nuk e kanë përkrahjen nga familja për të diskutuar për gjëra të ndryshme, atëherë nuk mund pra të diskutojnë edhe me të tjerët, për shkak se ndihen si grupi marginalizuar dhe grupi i cili nuk i përket pra një shoqërie të mirëfillt. Po ashtu përveç prindërve, ne kemi teksuar me qindra herë ditë, mirë po edhe me miliona herë do ta përsërisim se familja është baza e shoqërisë dhe se në qoftë se ne nuk kujdesemi për fëmijët tanë, atëherë e ardhmja e tyre do të jetë shumë e gjumë. Po ashtu edhe shkolla ka një pjesë ku duhet të ketë programe vetëdijsuese, ku duhet të punojnë fëmijët me njëri tjetrin, ku duhet t'ju shpjegohen edhe pasojat në mënyrë se çfarë mund të ndodhë me ta në qoftë se janë duke shkuar jeta e tyre në sjellje devijante, dhe të ketë pra programe vetëdijsuese me psikolog, me sociolog, me pedagog të ndryshëm, mirë po në them gjithmonë përveç fëmijëve, aty duhet të marrin pjesë gjithsesi edhe prindërit. Parandalimi më i mirë do të ishte pra të bëhet identifikimi i problemeve qysh në fëmijëri. Nëse sot pra një fëmijë shihet që është problematik, mirë po nuk është problemi tek prind, sepse janë marrë me të mirë, atëherë pra duhet të sugjerohet psikologu, sociologu, pedagogu, të punohet me organet kompetente që ky fëmijë të stopohet aty dhe mos të kalojë në stad natyror të sjelljes të tij devijante. Dhe që kjo është në dorë të shtetit. Po pikërisht ne e kemi diskutuar herën në emision e kemi diskutuar po. Me kolegun tim dhe Bimuj ku jemi pra duke hartuar një ligj në bashkëpunim me disa juristë pra që të dënohen edhe prindërit në rast kur fëmijët kryejnë me paramendim e ditë, jo në afekt, për shkak se
rastet mund të ndodhin. Mirë, po në qoftë se planifikohet një problem, një rrahje, një vrasje nga adoleshente, pasherë normalisht që duhet të dënohen edhe prindërit për shkak të neglizhencës së tyre. Pra identifikimi i problemeve qysh në fëmijëri është ajo që neve na stopon krimin në të ardhmen. 250.000 thuhet është numri i armëve pa leje në durët e qytetarëve, që unë kisha besu se janë 500.000, për hajde pelojmë 250.000. Edhe po flasim për armë që janë armë zjarri. Armë zjarri pa leje. Po, pa leje. Nuk flasim për armë të ftofta pra si boksi, hekrit, apo fika e cila është pothuajse sikur të jetë ndonjë piron apo lugë që duhet të ketë gjithë secili. Pavarësisht punës madhe të një prindi që e bën me fëmijën e vet dhe punon vazhdimisht me të, a mund ta devijojë shoqënia? Mund të ta devijojë rrethi, mirë, po parandalimi i tij është shumë i vjetër, sa i të tjerëve, ku nuk ka kujdes prindëror. Okej. Për arsye se shpesh diskutoj me persona të cilët thonë, okay, na po edukojmë fëmijën në shtëpi. Fëmia kur po del në rrugë, po mësohet me bërë gjëra të këqija, po mësohet me shoh. Kjo është shumë normale, domethënë, se nuk mundesh me ikë kësaj pune. Atë flasim pak. Mirë, po e ditë në qoftë se fëmia i mëson gjëra, në shoh, atëherë nuk guxon këto mi prunë në shtëpi, se nuk është traditë, nuk është kulturë brenda familjes së tij. Po në qoftë se këto i ndëgjon në shtëpi se të pare atëherë i qet pa problem jashtë për shkak se kur bëhet familje them se s'bëhet as dikun tjetër. Një pyetje që pasna se di pse nuk e pasna bë kurrë, edhe më lë shumë për shtypje. 2 familje, një fëmijë që nuk respekton fjalën e prindit dhe një fëmijë tjetër që i friksohet shumë prindërve. Cila është ma familje shnosh ose cila është rruga ma në rregull? Shika, këto janë 2 ekstreme, të kundërta në dukje, mirë po të njëjta në bazë të qëllim. Në qoftë se një fëmijë friksohet nga prindërit, atëherë ata prindë kanë dështuar që të merren dhe ta edukojnë si duhet. Kemi thonë që disiplina e tepërt kalon në diktaturë dhe diktatura nuk shkon mirë asnjëherë. Fëmia bëhet më i egër në qoftë se përjeton dhunë dhe frikë nga disiplina e tepërt, atëherë ky fëmijë pra do të tentojë që të bëjë gjërat e tilla në fëmijët e vet në të ardhmen. Po edhe fëmijët në qoftë se nuk i respektojnë prindërit, atëherë duhet të pyeten prindërit se çfarë dashnie ju keni dhënë këtyre fëmijëve. Se shpesh herë i ndëgjoj gjeneratat e vjetra që thonë fëmia nuk po na respektojnë, nuk po na dojnë. Në qoftë se nuk e dhon dashni, fëmia nuk din me ta kthy dashnin. Pra, cili është mesi? Mesi është që të merremi me fëmijë, ti tregojnë gjërat e cilat nuk duhet të bëhen, në qoftë se ka mënyra duhet t'i dënojnë gjithsesi, duhet t'i dënojnë pallum, t'i dënojnë qoftë me marrjen e telefonit, qoftë me dhënien e parave në shkolla apo gjërat e tilla të lehta, dhe asesi të mos përdoret dhuna dhe fëmia pra do ta kuptojë që një gjë e tillë nuk është e mirë dhe do të ketë kujdes më shumë në të ardhmen.